Qikat në trip vazhdojnë s'nalen asnjëherë. Asnjëherë. Ne sot e vazhdojmë rrugtimin tonë në Bodrum sepse s'ka marrë fund, a? Asë Sot kemi vendosur me lëviz pak, kemi ardhur në Turgut 3, fitan se dia mundesh me kap se po duket sikur me qenë në Hollywood, a? Po shkruan aty lart Turgut 3 dhe mbrapa nesh kemi edhe marinën. Dhe ne jo rastisht sot jemi veshur me Florën me ngjyrën e kaltër dhe ngjyrën e bardhë, të cilat e simbolizojnë Bodrumin. Detin e kaltër dhe gjithandej edhe lokalet edhe vendet janë me ngjyrë të kaltër, prandaj edhe na dyja jemi kombinuar shumë bukur. Shumë saktë, Flora. Jemi në pjesën e marinës ku mund të themi që është ndërtuar para 10 viteve. Është vend i ri, Flora, sepse çdo herë ka edhe hapje të dyqaneve shumë të reja, kemi restorane shumë të shumta, brende shumë të njohura, si për shembull Starbucks Coffee, sepse kemi disa fansa shumë të mëdha. Po ashtu ta vizitojmë, Flora, pak më shumë vendit, nuk kemi edhe ne shumë informacione. Po. Një vend që vizitohet brenda vitit nga një numër shumë i madh i turistëve. Po është një vend i vogël, por shumë i lezetshëm, ka histori dhe ne sot për të na zbukuruar, ndoshta për të na ndihmuar me pak një trip sa më të bukur, kemi me taku edhe disa miq tanë shqiptar, të cilët ka vite, 40 vite nëse nuk gabojmë që jetojnë këtu. Ata kanë më na dhënë disa informacione dhe do bëjmë së bashku edhe shëtitjet tona në Turgut 3, që është një vend shumë interesant dhe që ndodhet vetëm pak larg Bodrumit, që vazhdojmë ne. E tash edhe me Florën bashkë do t'i mësojmë vendet më atrakcion që janë në vend.
tani është koha na me u taku me miq tanë, që në fakt janë edhe miq besnik të televizionit 21 se sa herë kur ka ardhur ekipi jonë në këtë vend, jemi taku me këtë familje dhe sot kanë me qenë edhe Cicerona tanë. Një familje shumë cool, Flora, shumë cool. Miren me profesorin e njëjtë, mirë po do t'i pyesim të gjitha pyetjet që na nevojitën edhe për bodrumin, mirë po edhe për jetën e tyre se si ata kanë filluar, Flora, të jetojnë që nga Stambolli dhe janë mbartë në Bodrum dhe tani më kanë livritur nga Bodrumi. Dhe meqense ne dyja kësaj radhe kemi vendosur tamam marrë se dy turiste nuk kemi marrë asnjë informacion mbi Bodrumin sepse kemi dashur edhe na me shiu tek Eksakt. Meqense vim për herë të parë, përshëndetje. Përshëndetje. Stogo, përshëndetje, kënaqësi. Çe mirë është. Njoftojmë sot. Përshëndetje zotri Fejes, tamam, se kështu po bandur. Përshëndetje Melisje. A je mirë? Po mirë. Faleminderit shumë që na pritet edhe këtë si vjetë, shumë kënaqësi që jemi bashkë me juve, e që kemi me pas rastin me shëtit pak, e me na tregu me na njoftu pak më tepër për këtë pjesë. Po më. Si po kaloni, si ka nis për juve sezona e verës, zonja pas ka marrë ngjyrë, Valbona kështu çfarë ngjyre të mirë ka marrë zonja. Unë dhe Valbona po e lakmoj ngjyrën tonë. Faleminderit, mirë se keni ardhur televizioni më i mirë, më i ndëgjuesmi në Kosovë. Është kënaqësi. 21 ne gjithë e për cilin, mirë se keni ardhur. Është kënaqësi për neve. Përmendi Valbona në fakt që ju ka një kohë të gjatë që jeni shpërngul në Bodrum, fillimisht jetën e keni nis shumë shkurt në Stamboll, le të na tregoj zotria pak a shumë si është jeta juaj në Bodrum. Vallai veta që 32 vjet unë jam këtu në Bodrum. Unë jam fotografist me familje. Familja e fotografëve. Profesional, e kem fotograf. Tash më profesional ne kom qiken. Më ka po qiken. Numër 1 në Bodrum, Melisa. Melisa, edhe ku o konë edhe Big Mama e ka po atë Melisën që ka bo që e kam po klipin bashk këtu në Bodrum edhe qështu alla po jetojmë. Qysh është jeta me jetun dete? Qysh është ndjenja? Dete shumë mirë është, shumë mirë. Kur s'ka por... S'është mirë, shpërëndaj. Se nëse që është në fresh, vjen në dete, të është... Mama gjithandej, peshk gjithandej, po, tana i kemi që to adin, po, përsa ta i me bo që shto. Për Melisën duket se endës pas ka fillu sezoni veror, se s'ko ke rezit hedzo, me thonë me punë, vazhdimisht pas me me punë. Sa është intenzive, ka një sezona, qëfar me qëfar po merët për momentin po dasma? Shumë kem dasma. Shpesh që ta është ardha për dasme. Tash është sezoni ma i ndet për dasme. Shumë. Mirë po ti po ashtu e punon edhe diçka një pjesë në spitalin Axhibade. Po, edhe aty li. Çfarë pjesë? Per beba, se lidhe fotografaj, po. Shumë profesion i mirë. Po se kjo është pjesa ma e lezetshme e punës me fotografu fotja. Me prit shumë, po zarvish mirë. Deri sa të lindë. Po. E kemi këtu dhe zonjën, temi atë zonjën që e menaxhon, zonja Borbuqe. Si është me menaxhu këtë familje, se ju keni edhe një vajzë tjetër. Si ka qenë për ju, na e tregut në fakt pak a shumë historinë tuaj që nuk e ke pas shumë thjesht me u adaptu se ke ardhur në një vend ku se ke ditë as gjuhën. Gjuhën se kom ditë, tash shumë mirë është për mi jetu. Po tash ti na tha zonja, Bodrumi nuk e ndroj me kur gjo. Me kur gjo, me kur gjo, shumë vend e mirë është, me jetu mirë është. Në atë që Bodrumi identifikohet me detin ma të kaltër, ma të pastër, ma të mirë. Ujtë ma të pastër, Turkia është krejt e rrëthume me detna. Antalija krejt, ama Bodrumi është syni, si thojnë gëz bebek, syni i botës është Bodrumi. E vërtet, edhe na kemi shumë kënaqësi që Turgutrejsi. Turgutrejsi e ka bajrakin mave, ajri ma i pastër edhe ujtë ma i pastër. Pe komunës. Edhe kjo era që po frynë, vërtet që nga tu taman si është 40 gradë është që tash, nuk e ndhin ti se ka freski, frynë e ki qelën, e i ki ujdhesat e Greqis, vendi ma i pastër, ma i mire, si vjetë ka turista shumë. Prej këtu deri në Kos, keni vetëm 30 minuta. Po, 30 minuta kena. Që keni shumë afer. Oke, me qenë se plazhin po e shoh, po ma bën në si këtu. A mundemi me vazhdu andej edhe vazhdojmë edhe bisedën? Për neve është me vetë shumë kënaqësi e madhe që kemi një familje e cila mund na ka mpritur si në shtëpinë tonë, jemi këtu edhe po na mundsojnë mi pa vendet më atraksionet më të mira në këtë pjesë të Bodrumit. Patjetër. Ne vazhdojmë andej na shta unë edhe Valbona edhe lahemi, pse jo? Se për juve nuk është risi, po për neve dyjave është shumë risi, me këto temperaturat larta, gjithçka që na duhet është një kërcim në ujë. Unë e Flora punojmë për kohë shumë gjatë në diell, domethënë duke ecë, duke xhiru, e tash Flora mendoj që Bodrumin e kemi shiju në maksimum. Pajtohem. Kemi shtu të shkojmë, ma mirë. Okej, vazhdojmë rreth.
edhe pse Bodrumi normal njihet si një vend pak më i shtrenjtë. Po. Duhet me bogati xhepi, nuk mundesh marrë me shumë pak pare. Po me qenë se ju na informu që mundemi edhe me menaxhu pushimin ton, mundemi për shembull me i gjetë ato vendet ku mundesh me kalu më lirë. Për shembull jemi këtu pikërisht në atë kufimin ku bëhet dallimi i madh mes çmimeve. Na tregoni pse bëhet kjo ndarje? Pse pe këtu i tandaj është privat. Rrugën e ka bot mundshëm kryetari i komunës për ata që si kanë mundësit. Për shembull, një çaj këtu e pjen 3-4 euro, aty ki 15 cent për shembull. Këtu ki Shumë dallim i madh, 2 metra vend Flora. Kështu që si dy ki turistë që jemi 200 na, euro ma shumë na ki kishte buk, konvenu 100 me euro, ujë aty mundesh me një herë me unë, ongër, njëjtën bukë e ki 1 euro, 2 euro. E ka bot mundshëm kryetari i komunës. Sa mirë pas Shumë mirë. Për të gjithë ata, domethënë varësisht a don luksin Flora apo edhe thjeshtësinë preferojnë mundën me gjetë vetë. Për kryetarët tonë, komunave tona. E vërtet. Le të mendojnë pak për qytetarët. Sakt. Këtë pjesë e ka bërë kryetari i komunës deri në Gëmishlyk. Vetëm për popull, më kon popullit kënaqur. Se tash mos me harxhu shumë. mos me harxhu. E merr karrikën tonë, ki çadrën tonë pa para, aty ki 50 euro për shembull deri në 70 euro, këtu ki falas. Edhe e ka ndalu kur këtu i të din ku thirrin, edhe ada me blen një stand. Se thirrin, këtu s'munden me thirr. Bojmë pak edhe presion. Edhe këtu s'mundet si kalon, kur s'mundet me ju thon hajde blej. Turistit Shka do më ta prish. Edhe pse në fakt nuk është që pas kanë dallim shumë të madh, tek ajo pjesa dhe tek pjesa që ka investuar komuna. E na prej këtu me qenë se përmendën kemi me vazhdu për në Gëmishlyk. Çfarë është e veçantë atje që mundemi me përmend, çfarë kemi me pa atje? Gëmishlyk janë restorantat e peshqeve, atë në çështë peshqeve, ballëkëve kështu, po aty më i vjetër, qyteti më i vjetër, më të si është pe Bizancës, atë si omet pe atë pe bizantine, ometat e greke kështu. Kanë jetuar aty plot. Po. Kemi pa ato nga perandoria greke. Po, greke, si kanë dhe se grek janë konë mote, turqit edhe grek që tu janë konë, edhe këtu kanë jetu në për Bodruma, lufto, po, isull tash të janë bajt për këtu, i kanë hek atë tukë, anena i ka hek, tash të metë këtu turkët. Edhe po ashtu është interesante më duket ashtu që na treguat një pjesë e qytetit është në rrugë dhe pjesa tjetër është në tokë. Po, mundesh me po, në kom, po, mote aty Ja të reja në guxojnë, që shi kanë lënë moti, vetëm për mësë më urdzu adin. Nuk kanë investu kur që e kanë nuk guxon e ndalum është historinë e grekëve. Ajo pjesë krejt e grekëve është. Për ata është qytet i vjetër, qytet me shur, i thojnë të ato qytet më interesant. Gëmishlyk është më i mirë i vend. Qytetet janë kom privat restoranta. Privat restoranta. Komuna ardh, veni e komunës o konë grat. Tash i nxajhen edhe këtu karrikat i qetën si aty si i pot, i qetën ato për mungjinja, po i ka hek komunja se e ka ndalu. Tash e ka thonë se gjuk është mardh, jo vish kush ka adin, pasonije kështu, edhe qështu. Luksoze, mund është me bo pushim normal. Varet sa ki gjepe. Po. Është organi gjatë, çaq mush mi zgat kom. Syja Bodrum, ki vil, ki normal, ki plash pa pare, ki 1 euro më ongër buk me një barkin, ki 100 euro. Këtu Sa që përmendet Bodrumi, nuk e di pse kemi atë bindjen që Bodrumi është shumë i shtrejtë dhe që duhet vërtet me pas pak ma tepër pare, se mesatarja për marrë dhe me boni pushim, po ja dëshmia që mundeni me kalu edhe pak ma lirë, që që këse i kemi edhe i zgjat një vendet, edhe kulumtoni pak para se më Po patjetër, jo se ne edhe Flora vetëm kemi arë më knaqa, edhe ka luksi, edhe ka thjeshtësia. Se kemi di që kemi njerë tonë atje, se kemi majtë shumë gajle. Knarësi, është më vërtet knarësi ta shijojmë vendin me vendasit. Vërtet. Është gjithmonë më e bukura. E tani vazhdojmë për në Gëmishlyk, edhe atje kemi me undale me zhvillu bisedë me tregu stane interesante. Shkojmë.
Flora derisa po fladitët. Derisa po fladitët na përkëshirën magneta. Unë Flora du me vje për disa familjarë, në fakt, jo vetëm për shtëpit tem. Çdo vend që kemi mshua dhe çdo kon që E kemi respektu këtë ligj. Patjetër me ble magneta për frigorifer, kom po të mësu edhe në epizode tjera që janë favoritat e vajzës teme të Blinës, që më ka thonë, mam, gjithmonë kur shkon magneta për frigorifer, edhe po drum 2-3 magneta duhet më ja ble patjetër. Atëherë Flora, të gjitha kë kanë me simbolet e ngjyrës së bardhë dhe të kaltët, me mullit dhe po ashtu po shoh me disa dhe kalat. Unë po marr një me emrin Bodrum dhe po ashtu këtë me një derë të bukur. Nice. Të shohim në çfarë kishte këtu tjera diçka. Ka jo ana ishin më të bukura Flora. O, edhe kjo e bukur shumë. Po shumë. Shumë e bukur. Unë zgjedha të mia. Okej. Pas ka shumë suvenira të bukura për në shtëpi, llampa. E vërtet. Këto pak stilin Hyrem Sultan, Flora. Sa s'm Tamam kujtohet. për ju që keni qef me pas pak dhomën si harem. Mundeni me ble gjana tilla. E tash është ajo pjesa ku duhet mu përla. Flora, për shqiptarë asnjëherë nuk mundesh rend me gjetë për me pagu. Buqa po bën luftën me na i ble magnetat. Faleminderit shumë. Atëherë buqe, prej familjes teme, prej familjes Florës, faleminderojmë shumë. Magnetat i keni prej zonjës Buqa. E vërtet, faleminderit shumë. Faleminderit. Në Bodrum diçka si s'thehet nuk mund. Njësës na thënë, këtë nuk në thesha. Lasëm po mësojmë me këtë nxenë. Po na po vesh me patjetër për kamerë, edhe nuk ka. Hedije, Flora synë me hedije, po. Sağ ol, bir tanesi için. Sen de al. Ja, al sana, sana nazar değiyor. Bënojna këto, mos më na marrë mësysh, domethënë. Se më na marrë mësysh dështon edhe emisione. Këshire? O, sa mirë që evnove. Këshire? O, çok sağ ol. Këshire sa çok gra. Çok sağ ol. İyi günler. Përderisa Flora po provon papuqe, sandale, Njëve prej nxehtësisë edhe mu shkoq papuqe, të dashur me që prova, e tash me këshyr me marrë naj par papuqe. Zonja Bubuqe na ka sugjeru që asnjëherë mos me ble me çmimin e parë. Me vetën gjithmonë për çmimin e dytë me bo pazar. Edhe më tha prit pak se vionet ajo u dita këtyve forat, ja u kallzoj qysh duhet mu bo pazar. Për shembull këto na thanë që dikun 13 euro i bjen. Po 13 euro, ne unë 7 euro i marr, se edhe e kam edhe si në gjopshem edhe duhet pak mu shty me këta se e kanë zakon Turqit. Pa u shty pak. Ne kemi zakon jo me çmimin e parë, mi marr me tretin e të katërtin. Me të parin, ama s'bën. Zonja Buqe, unë e kam një problem që mu çmimin e parë që ma thojnë unë e marrë. Gjithë më thojnë ti ki problem, nuk din Po më ju po mësu biznes, tash, i kum pa dhon po bëj. Atëherë Flora, për cilat po vendosësh? Po di cilat me i marrë, diçka ma praktike, me qenë se jemi tu ecë vazhdimisht. Mund me pa dhe në vende tjera. Po, shofim diçka pak ma praktike se këto pëtut na mos po më... Hajde se kemi gjetën kështu që në moment kemi thonë që to pi du. Patjetër, e na vazhdojmë. Vazhdojmë? Edhe me ble dhurata, pse jo? Magneta bletëm, sandale kemi me ble, papuqet i kemi për Kani mashallah dhe kani për mos më na marrë mësyshe një nazar, dhe me thonë syri i kaltër që të mbrohen prej syrit të keq. Juve me të veç me bu mashallah. Mashallah, për krehunën. Shkojmë. E na tash ti arritëm në Gümüşlük. Mirë se erdhët në Gümüşlük bashkë me neve, po shijojmë Flora shumë këtë vend kaq të veçantë. Shumë i bukur. Unë tash pak më herët derisa ishim tu e pa, tash apo duket o fidan kaq bukur në kamerë. Dhe në kamerë. Është kaq bukur nga ajo që jemi tu e pa live se është vërtet një mrekulli e na jemi shumë të lumtur që kemi mundësi me shiju me pinga një kafe këtu Valbona, me stacionu tek. Para se Flora mi tregu të gjitha informacionet që kemi mësuar ne për këtë vend, unë do ta them vetëm gjën e parë që është e
mbrojtur nga UNESCO. Duke filluar prit këtij informacioni, Flora tash do ta përcjell të gjitha që i mësuan bashkë. Në fakt na i treguan miqtanat, ata të na treguan se në fakt më herët ka qenë nën kushtimin grek. Mirë po tani sigurisht është e kontrolluar nga Turqia dhe është shndruar në një mrekulli. Gjithashtu do ta tregojmë pak edhe kuptimin e emrit, Gümüşlük, lind nga ajo që në perëndimin e diellit, domethënë vetë deti duket sikur argjend, domethënë duket shkëlqimi i argjendit. Shkëlqim të jashtëzakonshëm dhe para shumë viteve në sundimin grek, më fal që po të ndërprej, në sundimin grek ka pas emrin Mindos. Dhe tani është shndruar në Gümüşlük. Okej, atëherë Valbun ne mund të vazhdojmë se ku ul Flor. Tamam vend Instagrami me pasqyrë, këtu një pasqyrë ku mundemi me bëu fotografi alla Insta. Alla Insta ka shumë vende kreative dhe shumë ngjyra Flora. Gjithçka duket e mirë menduar, çdo detaj është në vendin e duhur dhe vërtet ne sot kemi me shiu një nga ditët më të bukura, kështu që gjitha këto gjëra ne ju rastisht dojmë me shiu me juve dhe me syrin e kamerës së Fidan Bajrami. Shkojmë. Hajdeni me qikat në trip! Si një adhuruse shumë e madhe ushqimit të detit Flora, unë mendoj që ky vend është një parajsë në vetëm. Pajtohem, mirë, po ma shumë do kisha thënë që ky është ai këndi i prallave Valbona. Për zotin. Gjithë ata të cilët po na shohin definitivisht këtë mrekulli nuk guxojnë me elshu, kështu që gjithë ju të cilët keni vendosur apo keni me vendos të ardhmën me vizitu Bodrumin, unë do kisha thënë që një ndalesë must është patjetër Gümüşlük, ku e vizitoni këtë super lokal, mundeni me shiju një kafe, një drek, ushqimin e detit që e përmend edhe Valbona. Një darkë romantike. Gjithçka këtu frymon, shijon ndryshe Valbona, definitivisht edhe kjo frym, kjo erë e lehtë, po e bën gjithçka më të bukur edhe më të këndshme, kështu që mundemi me shiju edhe na diçka këtu. Tashmë që kemi marrë vesh që është domethënë perëndimi i diellit këtu në këtë pjesë, kemi ardhur tamam momentin dhe kohën e duhur. Kështu ta presim e ta shijojmë këtë moment. Ta shijojmë bashkë perëndimin. Na lini pak në pjesën romantike me Florën. Bodrumi po të ret. Atër nis një trip, super trip, bashkë me neve qikave. Valbona, t'ju tregojmë shikuzve që deri tash do të thonë bashkë në kanë të e majtë me dorë, nga ideja që na e ka dhënë Fidani qysh me nis. A dhe sa e vështirë është me punu me Fidanin, se do të thonë është gjithmonë duke u bësqesh pas kamerës të na tregu vica. Edhe ka super ideja, na tha ti ta rin këtu, ta e troket e dera, Valbona më shifët aty dhe më thamë, Kojshike, hajde knise ma kanë marrë mjeqis. Do me thonë ideja të Fidanit. Ma në gjetëm qesi, Kojshike merdh, kopja gati. Pitët janë gatu. E vërtet. Njerëzimi në qytetin e vjetër. Jemi në qytetin e vjetër të Bodrumit, në Old Town. Jemi këthy në realitet. Jemi këthy në realitet, udhëtimi ka qenë super. Do me thonë, tash kemi edhe fluturime direkte me travel story drejt në Bodrum. Do me thonë, për 1 orë gjys jeni në Bodrum. Shumë e vërtet. E merrni valizhen me vete dhe me njëherë dhe drejtoni drejt hotelit tuaj, drejt destinacionit që do t'i vizitoni. Me të vërtet është një vend i mrekullueshëm, një energji fantastike. Shumë e vërtet. Valbona, në fakt, Bodrumi njihet si një nga destinacionet më të kërkuara për pushime, gjithashtu njihet edhe për luksin që e ofron, sepse ka hotele
super luksoze, kështu që për gjithë ju që e keni xhepin pak ma trash, mundeni me ardhur. Gjirgani pak ma gjatë. Siç e përmendi dhe Valbona nëpërmjet të Travel Story me i zgjedh hotelet tuaja të preferuara. Na si dy qika që kemi ardhur në trip, nuk kemi bërë shumë research, nuk kemi bërë shumë hulumtime, me qëllim. Me shiu kësaj radhe për çefi Bodrumin, edhe kemi vizitu vende mësu sendet kur të vim këto, domethënë. Tamam si dy turiste që veç i kanë rezervu biletat, i kanë bërë gati teshat, i kemi zgjedhur outfitat, kombinimet, edhe jemi nis për Bodrum. Eksakt. Tani për rreth kemi edhe limanet. Këto janë flora, domethënë anije që mundeni mi marrë me qera dhe me vizitu, domethënë ishuj shumë të njohur grek dhe turk, domethënë që mundeni mi vizitu plazha të ndryshme, ishin disa plazha ishin me të vërtetë shumë të bukura. Vetëm një e mbajta mend, quheshte Aquarium Beach. Okej, po. Vetëm këtë mbajta mend, mirë po kishte plazha shumë bukura. Ashtu. Dashta me nda një sen Valbona se për herë të parë edhe unë edhe ti me tu e vizitu Bodrumin. Greqinë e kemi vizitu të dyja, nuk e di pse. Bodrumi ka ashtu shumë gjurmë greke, kisha mujtë me thane, dhe mu po ma kujton ashtu frymën si me qenë Halkidiki kështu me radhë, po Bodrumi është i veçantë definitivisht. Me qenë se kemi shumë gjana për me vizitu, është koha tani marrë dhe shumë ushqime mi provu. Patjetër, frutave detit, na të dyja jemi adhruse të frutave detit, kemi me vizitu shumë sene, fidoj fira papuqja. Vazhdojmë, në? Vazhdoj Fidan, kemi të nxjerrë edhe papuqet na për rrugë që po të mesin. Se çka krejt mundën me bo 2 qika në trip, 3, 4 ose një grup i qikave, edhe pjesa tjetër, hajdini me neve në trip edhe knaquni bashk në Bodrum. Hajdini me qika trip. Pa Valbona në vetë arritje të Bodrumit, të taku me një herë shqiptar. Sa po na ndëgjojnë të folë shqip e njerë, po na thojnë kaj. Nga Fisalia, ka Velesit jemi. Nga Velesit jemi. Sa ku ka që jetoni në Bodrum? Po, këtu 5 vjetë si jam, këtu 20 vjetë si jam Belqik. 25 vjetë. Se keni vendos me lanë Belgjikën me ardhë me jetu në Turqim, Bodrum konkretisht? Dilin këtu deti, no, këta më Belqika, shi, borë, pëtohet, këtu gjennet. Vërtet, po si është jeta në Bodrum, qëfar boni, me qëfar mireni, cila është veçantja e Bodrumit, qëfar munden me bo dyshon? Qa muna ne me bo Bodrum? 8 muaj të punosh, 8 muaj të flesh. Sa mirë që Ndeta ju pishmetaj. Lekë si të gjesh, këtu gjennet. E ta me dhe na, nëse keni gjepin e trash, hajde një Bodrum. Si të kini lekë, si të kini rojni gjennet këtu. Po me qëfar mireni ju, a jeni me familje, a jeni krejt bashkë? Jo, familje, fëmi, krejt në Belqikë, ka mu këtu ja vetem ri. Po, ti si pash, pas ki Po, vendos 3 muaj njerë që kaj dydi, 1 muaj ri në Belqikë. Po, familja vjen me ju vizitu? Vin, quni vjen, bia vjen, kam një fëmi dvogel kemi, mirë jemi këtu. Po në Veles, kur është vizita e fundit, sa shpesh e vizitoni Maqedonin, ose nuk është shkaj, 4-5 vjetë për para shkaj, 2 vjetë. Keni shpi atje, keni familjarë? Kemi shpi, familja e Vrenose, kemi fshatën komple, na ma e kanë lonën ashtu, kam betun. Kretë familjen aty e kemi. Bukur. E ta shti keni dalë për një shëtit, ja? Më falë, Po, dalmi këtu, bites jam shpinë aty, kam dimen verin rim, durtim një gjyrat bëjnë tro, nesër, në bazë nesër këta i kinë kohë, anden në atina në tro pushim që kojnë. Bukur shumë. Po cila është plazhi më i bukur në Bodrum? Këtu ma mirë, bites është edhe Karaingjir, bites aktur. Ma mirë, këtu 5-6 km është. Shënime për plazhet që të vizitu. Si doni që koni aty kemi shok kam ka Stamboli, hotelin jonë, edhe lire mbajnë. Sabah ka, në aksham drejk, edhe darken e konë, mirë është këtu. E bukur. Shumë faleminderit, kënaqësi. Mira, për shqiptarit. Shqiponjën ta bëjmë bashkë. I repeat, I need a sugar daddy with a boat. I repeat once again, I need a sugar daddy with a boat. Fidan, a jetu e kap momentin ma të bukur, Valbon, veç kështu çfarë perëndimit. Sunset, o zot. Momentin ma i këndshëm.
kemi mri në momentin më të bukur. Kemi mri momentin më të bukur. Se po mendje teme po e marrë shumë sene tjera më falni. Kërkoj ndjes. Bukuri është e pamundur mos me ta marr momentin diçka të rreth. Sakt Flor. Ndërsa në anën tjetër Flor, që mos t'i la njerëzit se çfarë po janë me momentin balonës qend, domethënë i ka favorit edhe çdo qend që po kalon balonës si ti ka të qend. se po ju me të pikën zemër. Po për që ato mos me i la njerëzit me menu, me ty shumë, çka qysh tek. Flora, në këtë anën domethënë pas fidanit e kemi edhe kalajën e vjetër të qytetit, që është e pamundur ne sot ta vizitojmë sepse jemi pak vonë. Shpresojmë që do të kemi kohë për ditë të tjera, po nuk i premtojmë asgjë. Po gjithsesi jemi në momentin e dur Valvona për me i vizitu lokale që janë të mrekullueshme. Cili lokal është se cili lokal në fakt është më i bukur se tjetri, kështu që kemi me pas kohë me ulë me ju tregu në fakt se si mund ta shihoni një super mbrëmje tamam tu perëndu diellin në podrom, kalojmë pjesën tjetër të rrugës. Shkojmë. Përderisa po ecim në qendër të Qashqisë të vjetër, apo nuk e di në cilën pjesë saktësisht jemi, mirë po unë pash diçka që Flora ka qef shumë, kështu që ma jep dorën, edhe hajde me mu, me çka dale. Okej. Se ta vozicit jon pak midhje Flora. Wow, në fakt edhe hello, merhaba. Unë shoh midhje, kom qef mi provu. Nasë së na vigjim, inësën. Ben midhje qok se vjoro, evet. Only two. Yes. Ah, Flora. Valvona ka dy lloje, ka të mbushura, këto që kanë marrë tamam për preferuarat e mia, ka edhe të pastër. Tam duket se it's okay. Yes. Mundemi me I provu. Limon lo. Limon ver abi. Shumë i hajde Flora. Vesh për qefin tënd. Cheers. Çok güzel. Aç ağzını. Aç. Edhe me të shqyp. Edhe me të shqyp bile. Thank you. Wait. Tepër jo të mira. No, for me no. One more. A, për nalë dikush? Se na shtinin borgjë. More. Nalën Yok. Tamam dur. Ver bana, lütfen. As po ki qef me. Evet, ver bana. Fidane. Edhe njo, please. Sa të kujdeshëm. Momentin e duhur, u prish momentin magjik. U zbulu surpriza, më falë Fidane. Anë që ashtë të prit kështu me... Çok sağ ol. Më I Flor sa të mira që ka kanë. Vidanit ligat në të shku momentalisht. O, që ka hangër. Çok sağ ol abi. Çok...
Kush kishtë thonë Flor që kishme gjithë një shoqe të tretë? Qika e tretë në trip me neve, ma e trenta, ma e mira. Atërë në Flora pishojojmë unë e pijen e akullit, Flora pishojnë akullore. Si gjithmonë nuk dorzona, do me kanë deri në zonë. Sepse që më thonë faza ma e madhe në bërësirave, gjithë shka që ka të bëj me shëqer. Pajtohem, bile dhe kafen pak më herët i thash, abi, sheker verë, mushe me sheqer. Se ishën shumë modest nga njëta e pëshin. Tash na njerëzit nga Ballkani nuk i pim si jo, me gjysë luke sheqeri, vlla, mushe. Atë njerëz tash u bo pak vonë, unë edhe Flora kemi me shku, mu akomodu në një ndër hotel që Travel Story na i ka mundësu me qenë pjesë, mirë po besoni kur e them këtë fjali që është një hotel me pamje më të mirë në të gjithë botën. E vërtet, Albon, me pak fjalë Travel Story na ka mundësu kësa radhe me bo ëndrrën realitet, mirë po nuk po ju zbulojmë kur gjo, doj me i majtë të shikus deri pas pak sekondash të intriguam nga ajo se çfarë kanë me pa, është diçka e mrekullueshme. Unë dhe Valvona jemi super excited, shumë të emocionume nga ajo çfarë na pret, një super avanturë që do e përjetojmë bashkë me juve që po na shihni tani. Hajdeni me çika në trip. Kemi mu kënaqur bashkë.